kemi përmend, kur ata vinë të na çuditën, sa i merr vllati të ardhura, kaç. Po çisha del vllaju. Shumë, nën vetën familje, 15 vetën familje. Thot na punojnë atë 15-it, i morëm ka 5000 franc, edhe në fund, e pim një kafe një herë mujt. Na i thënë ajo, na gjithë ditë rrina kafe, gjithë ditë pina çaj, edhe hiç nuk mërzitemi hiç. Apo, edhe apo do me të shëtit edhe pak. Edhe hajde shkojnë edhe në restorant tjetër se koxha ku ka du të dhimë parët. Ata çuditën vëllezër. Kjo për një me për çudi. Vëllezër. Pse? Sepse me ligjet e dunjas për një me, ai shka i merr 5000 vëllezër. Realisht njëri që i merr 5000 euro rrok e vazhdueshme, me njëri i cili i merr 300 euro rrok të vazhdueshme, 200, 400, varësisht për standardit, mirë. Cili be du të më kanë ma i butëqesht? Cili du të më kanë? Me ligjet e kësaj bote, që kish ka i merë 5.000, shtoja kësaj, 5 evlad i punojnë, shtoja kësaj, komplet familje punojnë, shtoja kësaj, shtetën e ka ma të fort, realisht ta duhet veç të kesh me nejtë, po ndodhe kundër ta. Ato vazhdimisht, o rrezik ka puna, s'ka Allah, nuk ka, thot, ju po hajshi pa kontrol, ju po pishi kafe pa kontrol, ju po keshi pa kontrol, se o vezër, sepse na punojmë me ligjet e gajbit, Allahu xhelalu. Na thëna, o ka Allah, mos u mërzit më për këtë punë. Ti mos u mërzit. Ti a galën Allahut i të bajta.